filloi e kërcënon vajza e xhaxhait, edhe gjithmonë më kanë sulmuar. Unë nuk dua të lejmë në Shqipëri, nuk dua të rritem të bëhem. Vajza kunati më thoshte alo ambulancë, e bër për ambulancë. Deri di akuzoshë mua po punë prostitucioni. E të mërshme. Me jetime të luaj. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me këtë live do të shkojmë në Gjermani. Është një zonjë me emrin Merita, e cila është duke më pritur. Është nëna e 2 vajzave, e cila ka vuajtur shumë në jetën e saj. E humbi bashorti nga kjo jetë nga një sëmundje e rëndë dhe e vetme me shumë sakrifica rriti vajzat. Është larguar nga Tirana, sepse është nga Tirana përpara disa kohëve, më saktë disa viteve, për të kuruar edhe shëndetin e saj, sepse kishte probleme me shëndetin e saj pas humbjes së burrit. Por, në këto vitet e fundit, ajo po has probleme të mëdha me njerëzit e bashkëshortit të saj të tjerë. Çfarë ka ndodhur do të jetë zonja Merita, e cila ditën e sotme kërkon t'i denoncojë këtu në live me Odetën, kështu që hap dritaren dhe e ftoi këtë zonjë. Merita, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Gjermania. Jam Merita, 54 vjeçe, nëna e 2 vajzave, 29 dhe 25 vjeçe, të martuara. Gëzohem. Faleminderit. Respekte stafit tuaj për punën që bëni. Faleminderit, Merita. Dua të ndaj shqetësimin tim. Në fakt, më ke dërguar një mesazh në Instagramin tim, aty folëm të dyja për herë të parë dhe vendose që të hyje këtu në live me Odetën për të shprehur një shqetësim, një denoncim që kërkon të bësh. Po, është e vërtetë. Odeta, unë jetoj prej 8 vjetësh në Gjermani bashkë me vajzat. Po. Unë kam jetuar në Tiranë prej 23 vjetësh, në Mihal Popi. Po. Në një banesë në katë 5. Dhe aty kam jetuar bashkë me vajzat e mia, me vjerin pas 4 vjetësh vdiq, dhe kam jetu me vjerën, me burrin dhe me 2 vajzat e vogla. Gjatë kohës, domethënë, kena pas një jetë shumë të vështirë. Pas 9 vjetëve, domethënë të martesës time, më smuret burri nga diabeti. Dhe verbohet totalisht me gangrenë të 2 këmbët, me plagë të hapura 12 vjet, që i shërbyer deri në minutën e fundit, derisa i dha frym. Ne nuk ju ndam, si unë dhe vajzat. Edhe plus kisha dhe vjerën të sëmur në shtëpi, edhe 2 fëmijë të vegjël i kisha unë. Punonja sa të mundesha, domethënë jashtë, brenda, imagjinoje burri smirte do të një kot ujë vetëm. E dashur Merita. Odeta, gjatë asaj kohe, domethënë që faleminderit, gjatë asaj kohe që vdiq burri, unë nuk isha mirë me shëndet vet. Isha me depresion, me ankth. Dhe nuk po mbanja më, domethënë 2 kg në përduar. Isha shumë pa qef, edhe erdhëm në Gjermani. Me vajzat, mami tha ti ke nevojta për kurim, edhe erdhëm në Gjermani në fillim pasi vdiq burri. E dashur Merita, sa vjeç ndroi jetë bashkëshorti i ndjer? Burri unë ishte 52 kur vdiq. Sa i ri, por ju sa vjeç ju la? Imagjinoje tani, kishim 8 vjet diferencë të dyneve. Edhe ai ka vdekur, domethënë këtu e 10 vjet përpara, në shkurt bën 10 vjet. Keni qenë 44 vjeçe kur bashkëshorti... Dhe kam qenë shumë pa qef. Dhe gjatë asaj kohe, unë mbi ngarkova fizikisht, psikologjikisht, mendërisht, me gjithë, domethënë, sëmundjet në shtëpi, me vjerën, me burrin, me fëmijë të vegjël, çdo gjë në dorën time, dhe unë mbi ngarkova, normale. Edhe unë kur ka vdekur burri, unë kam qenë me shumë ilaçe për vete, sinqerisht. Edhe pas një viti, mami tha, Kamila tha, vajza e madhe, mami ka në Gjermani, që ti të kurohesh. Edhe okej, morëm rrugën, erdhëm këtu në Asik. Gjatë asaj kohe vjera nuk ishte vdekur, ishte vetëm vjera në shtëpi. Po nuk mundesha me, kupton ku nuk mundesh me, se unë kam shkuar jashtë mase me vjerën, kemi 22 vjet bashkë, po nuk mundesha me. Dhe për arsye shëndetësore erdha në Gjermani. Dhe gjatë kohës në Gjermani, unë pësova një aneurizëm në kokë. Dhe jam me spirale platini në kokë. Mi operacion shumë të vështirë.
domethënë mi kishte dhënë simptomat, pirje, nuk maja do të gjë. Edhe kam shpëtu për fije. Lavdizon. Po, biles gjatë saj kohë dhe vajza mu bë me panik atak, sepse mendonte iku babi, po mikën dhe mami. Normale. Edhe që atyre dhe vajzën e kam pa qef, plus edhe vetja pa qef. Edhe jo dita shtëpin atje, deti 2 vjetë vjera, dhe diq vjera, kunati ishte në kati 6, bashkë me gruan dhe me fëmijë. Mirë po, gjatë kësaj kohe, do më thënë vinte kunati aty që e shikont, edhe plus vinte motra e burrit. Motra e burrit, ajo ka vajtur, i ka bërë yzmet gjatë kësaj kohe, i ka pastruar shtëpinë, edhe derisa në navdiq. Ajo shtëpi pas e ngeli, do më thënë qelsat si që kishin ata lartën e ikëm për ashtu shëndetësore. Dhe shtëpia ngeli në mëshirë të Zotit, në mëshirë të fatit. Edhe këta morin librezat, se këta kanë shtëpinë katë 6, e kanë shtëpinë. Ajo shtëpi ku ju keni jetuar është shtëpia e të ndjerit bashortit tuaj që keni jetuar ju si familje? Po, aty kemi jetuar, aty kam jetur fëmijë, aty kam rritur me hallë, me mundime. Dhe kur ikëm neve, pari librezat e ujit, të dritave aty, fillojnë i paguar me mendje që të marrim shtëpinë. Se si shtëpi pa Zot, se ne ishim këte, ne s'kishim të drejtë të lëvisim 7 vjetë. Edhe nuk e kishte të njeri, as paguaj dritat, as paguaj ujt, ata e kishin përsi magazin, aty kishin vërimin, aty fusin gjera, qartë të donin, e dhunonin, banet kemi video, qartë të the. Edhe vajzat e mia shkonjën, se u dha të drejta që të lëvisnin, dhe vajza ime vogël shkon të flente në hotele, tu pas shpinë e babës të vet. Sepse filloi e kërcënon vajza e xhaxhait, djali i xhaxhait të vajzave, kërcënon dhe nuse e kunatit, se kunati ka pekur. E dashur Merita, dua të pyes, pasi vdiq Viera, ju kontakte me ish kunatin që jetonte në katë 6 apo kunatën, motrën e burrit, patët, folët me njëri tjetrin? Unë me kunatin kam shkuar shumë mirë gjithmonë, e kam pas si bulla, kemi shkuar jashtë mas e mirë, edhe me motrën e burrit, por me kunatën gjithmonë kam pas probleme, kjo nusja e kunatit, edhe gjithmonë më kanë sëmnuar. Edhe unë kur isha një atë periudhë që u sëmura, që isha me depresion, që nga 70 kg bra 50 kg për një muaj, më kuruan printe e mi atere, ata vajzë kunatit më thoshte alo ambulanca, e për ambulancë. Gjithmonë më kanë sëmnuar. Unë nuk e kuptoj se ku kanë dashur të dilnin. Kam parë punën time, hallet e mia, shtëpinë time, fëmijët e mi. I kam brit me shumë mundime. Por çfarë ndodhi? Pasi vdiq Viera, domethënë si e morën ata shtëpinë tuaj? Në këtë gjendje Odeta. Jam pa qef për vete. 12 vjet nuk i thon shakat. Një burr të smur, të verbër, totalisht me gangrenë. Grua kam qenë nuk di çfarë të them. Lyja be dyert e shtëpisë, gjithçka vet. Ngrihen tani vajzat e kunatit, edhe thonë shtëpia e gjyshit. Ato i kanë shtëpi lartë. Kur kanë bërë shtëpi lartë, ata në katë 6, janë vine, shpinë, si kur është ekzistuesja tona, kërkuan atyre 3 milion. Edhe ne jam bërë motrës të burit atyre se s'kishin, edhe likuduam, qa kunati nuk dua me asnjë gjë. Në rregull. Edhe kur bërë pjesën lartë, dhe i pjesë ishte edhe tona, që e bën ata pjesën lartë. Tani çfarë kërkojnë me? Çfarë kërkojnë me? Është pja gjyqit, me gjyshi. Aty janë rritur vajzat e mia, që su gëzuar me baba. Vajza ime e dyta ishte, ka qenë 3 vjeçe kur ju verbua babi. Dhe vajti 15 vjeçe, nuk e pa babaj njërë, thoshte bu mos ta shikoj njërë vajzën e dytë. 15 vjeçe ka qenë vajza ime e dytë kur i vdiq babaj. Dhe kur vajtëm vajzat në Shqipëri, kishin ndruar bravat. Kishin ndruar bravën e shtëpisë. Pas sa kohë nga vdekja e Vierës, ju mësuat që ata kishin gllabëruar shtëpinë tuaj? Direkt, shiko, neve llapet i shkonjën vajzës.
Dhe ti shkoj një vajzës, e gjithmonë, jo po të shkoj gjaku deri në qurë, për çfarë do shkoj? Për çfarë do shkoj? Për ato ka shtëpinë e tyre, çfarë duan aty? Nuk e kuptoj këtë gjë. Por tani të pytem, Kunati ka ndruar jetë tani apo ishte gjallë kur u mor shtëpia? Ka ndruar jetë Kunati. Kunati ka ndruar jetë para një sa i bëri 6 muaj. Nuk ka shumë, domethënë asnjë vit. Por Kunati i ndjeri ka qenë gjallë kur shtëpia është marrë. Çata e morën. Kunati ka qenë i sëmur. Ka qenë i shtrirë në krevat. Kunati ka qenë i shtrirë në krevat me ishemice rëbjale. Dhe çfarë mund t'i bënte Kunati atyre? Dhe këtë e ka bërë nusja e tij me fëmijët. Nusja, të gjitha i bërë nusja dhe fëmijët. Dhe si quhet se ti e ke Kunat, si quhet Kunata juaj? Hajrie, Qiraku, Hëna Qiraku dhe Samir Qiraku. Fëmijët. Ta qira e shtëpi nuk është pa zot. Aty janë lindur fëmijët e mi. Aty i kam shërbyer burri 12 vjet. Aty kam shërbyer birrës. 22 vjet kam qenë bashkë me birrën. E kemi shkuar shumë mirë. Kur ajo nuk e shikon të asnjëherë birrën time, çfarë kërkon tani? Çfarë kërkon? Merita, të lutem, më tregon pak momenti kur vajza i dolën dokumentat dhe erdhi në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Ajo do vinte te shtëpia e saj, normalisht. Po, kur vajti në shtëpia, aty gjepi dona, aty është vajzë. Se i dëgjoj aty gjepi se po vjen. Ja, aty gjepi bicikleta, aty gjepi bidona, aty gjepi lloj gjë. Tamam, sigurisht kanë pasur shtëpinë e tyre. Hani raqit. Edhe neve ç'bëm? Kur ishim pastaj, edhe ndruan prapën, morëm çelësa. Normale se shtëpia tonë. Kur erdhëm neve që vajti prapë vajza, e kishin ndruar prapën. Po pse nuk denoncuat në polici? Vajti, Kamela vajti, unis Kastile nga Gjermania, vajti për i denoncimin. Kur e ndrojnë atë moment Kamela se i kishin ndruar shtëpitë në shtëpi, atë e kishin ndruar përsëri ditën tjetër. Po çfarë janë këto gjëra? Ka mund? Po çfarë këtu në shtëpi time? Është njësoj sikur të vi në shtëpi tënde të them nga shtëpia se është e imja. E rëndë është. Nëse është të kemi ndonjë pronë tjetër, ajo shtëpi është shtëpi banuse. Ne s'kemi toka, s'kemi prona, e do çfarë? Por në momenti që vajza juaj u përball me ndrimin e Bravës së Derës, foli me nusën e Xhaxhait dhe me fëmijët e Xhaxhait. Një doli ishte të ndrim aty, edhe i kishte dalë kjo Kunata, i kishte thënë do bëhet gjaku deri në gjuhë. S'keni punë këtu, po jam dhe ndër shtëpisë, i kishte thënë. Jam dhe ndër shtëpisë, më ka çuar i zoja në shtëpisë. Kush je ti tha? Se unë s'mund të vete për të shtëpi të hapë derën, po erdha këtu me emër të zonjës të shtëpisë edhe të fëmijëve. Unë kam grua, jam i ligjëruar, jam e martuar me Kamelën. Si është ky muhabet? Tani çfarë që ka vajtur atje? Në polici, vajti dhe Kamela. Kur vajti Kamela, ditën tjetër, se kishte bërë denoncim për para ajo, e bia. Sa kishte venduar të kokë dhe polici, po ç'është kjo punë? Ti je vajza e shtëpisë. Pse erdhi ajo tje? Çfarë deshte? E kuptoj qartë si historinë e dashur Merita dhe më vjen ka keq që nuk janë gëzuar fëmijët e mi me baban e tyre. Nuk janë gëzuar si gjithë fëmijët e tjerë. E mbajnë pastore për çdo gjë. Është të merr tash. Me jetime të luajnë. Ti e dashur Merita, ke mundur dot vetë të flasësh? Me ato nuk flitet, Odita. Me ato nuk flitet. Sinqerisht nuk flitet. E dëgjuam Meritën e cila tregoi gjithë jetën e saj, le të themi, humbjen e bashkëshortit, e u kujdes për vjerrën e saj, u largua për shëndetin drejt Gjermanisë, ku vajzat bën të pamundur të shpëtonin nënën. Ajo është mirë sot, por i kanë gllabëruar shtëpinë dhe nusja e Kunatit i ka ndruar Bravën, i ka marrë shtëpinë dhe nuk i lejon të hyjë në shtëpinë e tyre. Kamela, vajza e cila ka ardhur në Tiranë përpara disa ditëve dhe ka bërë denoncimin në polici dhe është përballur me këta njerëz, kërkon që të jetë dhe ajo vetë këtu në live modetën për të na treguar këto episode të rënda të ndodhura mes kushurimeve të parë. Kështu që e ftoi Kamelën. Kamela, përshëndetje.
Përshëndetje Odeta. Fola me mami dhe më sqaroi të gjithë këtë gjë dhe sinqerisht më vjen keq që ju është marrë shtëpia në këtë lloj forme, por dua të më tregosh çfarë ndodhi atë ditë kur ti u nise nga Gjermania dhe shkove tek shtëpia jote dhe aty peqet brava ishte ndruar. Dëgjoj. Buri im kishte vajtur 2 ditë përpara. Buri im, sepse unë jam e celibruar, kam vite celibruar, dhe kishte vajtur buri im që të kishim mbyllur pak shtëpinë, edhe ta kishim rregulluar pak përbrenda se unë do bëj dasmë viti që vjen. Urime. Faleminderit. Edhe buri im kishte vajtur, domethënë me kovat me boj, me gjërat, tu het gjërat e shtëpisë të vjetrat. Kur kishte vajtur buri im atje, kishte dalë në sugjestim. Të e kërcënu, të e bën, dhe në atë kohë e kishin dërguar në policitë e komisariati nr. 2. Kishin denoncuar burrin tënd? Po. Për hajdutlik. Për punë hajduti, që ky është hajdut. Okej, ky dashnori i gocës së tim, me se çfarë kishte shpik nuk e di shumë mirë. Okej, në rregull. I thash burit tim, më prit në Tiranë se unë po nisem, dhe unë atë ditë jam nisur drejt nga Gjermania për Shqipëri. Kam vajtur në Shqipëri në orën 11 të natës, mos gaboj. A ditën. Ditën tjetër në mëngjes jam nisur nga shtëpia e burit tim dhe kam shkuar ke shtëpia ime. Pajtë të pusë çelësat, nuk më hypshin çelësat. E kam video këtu. Okej, në rregull, nuk vajta të bëja debat me njëri, sepse unë kam njëri që dua të bëj share. As debat, unë kërkoj drejtësinë. Qartë. Sepse unë jam rrit ne kemi vite këtu, unë jam rrit ku drejt një shteti se unë kam ardhur vogël këtu. Me rregulla. Po. Edhe punoj në shtet, në drejtën. Edhe okej, në rregull, pajta direkte në stacionin policor të komisariatit nr. 2. Ku kam shkuar atje, janë shkuar të policat. Qartë. Janë shkuar të policat dhe ata nuk di çfarë të bëjnë. Sepse mirë njëri që të ret, vërtet, ulëret, kërcënon, nuk merrem dot unë. Përveç se shteti unë nuk merrem. Dashur Kamela, përpara se të më tregosh ngjarjen, çfarë ndodhi më pas, kjo marrëdhënia kështu ka qenë historikisht mes ju? Teoretikisht, unë ju kam thënë dhe ju them përsëri live me juve që unë nuk dua të kem kontakt me ata as për të mirë, as për të keq. Të më lëjnë të qetë në jetën time. Unë me Xhajën e respektoj. Qofti Xheritit atje ku është, kam pasi Xhaj të mrekullueshëm, po me familjen atje nuk kupton dot. Por këto konflikte të vjetra, për çfarë kanë nisur, që kanë arritur deri në këtë pikë sa ju kanë marrë dhe shtëpinë? Janë i grauza, punët e tyre, fatazojnë, bëjnë. Deri di akuzoshin mua për punë prostitucioni. E të mërshme. Unë duke punuar security në Gjermani, se punoj security në një bashki këtu në Gjermani. Deri di prostitucion, se çfarë thoshin, janë shit atje në Gjermani, është ashtu. Unë punë këti, se unë kam zë gjë të dokumentuar, sa vite kam qenë punë, ku kam punuar kështu shumë. Se këtu s'mund të punosh harabat, si Shqipëri. Zemër, por çfarëdo që të bësh ti me jetën tënde është jeta jote, ç'i duhet nusës Xhaxhaj të merret me ty? Po, dje prostitucion bashkë me gozat e Xhaxhaj. Okej, na kërcënuan për vrasje, nuk vajta me denoncu, por e ke pasur ku mbushet bidoni plot me ujë dhe derdhet? Dhe kjo gjë këtu ka vajtën. Por çfarë ndodhi? Burrin tënd e çuan në polici e denoncuan, ti mbërrite e vajti direkt në komisariat atë ditë. Po. Kam bërritur, nuk kam vajtë në komisariat, kam bërë denoncim, policia ngeli shokuar, do presim gjykatën, tha. Se kjo pas ka bërë një denoncim se ku burri im ka vjedhur shtëpinë poshtë. Ajo shtëpi. Kur ajo shtëpi është në emrin të Halil Çiraku të babit tim. Po kjo është kulmi, do të thënë, shtëpia është dhe në emrin e babait të ndjer, në certifikat. Po. Janë 3 bashkëpunëtar në certifikat. Hysen Çiraku, gjyshi im, Xharie Çiraku, gjyshja ime dhe babi im Halil Çiraku. Të 3 janë të vdekur, automatikisht pas Halilit kush vjen? Unë. Dhe mami im dhe motra ime. Mirë, do të shpjegoj dhe anën ligjore, sepse do të ndihmoj dhe me avokat këtu, por në momentin që policia e mori denoncimin, çfarë ndodhi? Asgjë, as nuk vepruan, asgjë nuk kanë vepruar kundrejt atyre. As policia nuk merret me ata, kupton zënja Odeta. Po pse? Unë dua të hap derën të futem në shtëpi, ata më kanë marrë bravën e kanë ndruar, më kanë dhe video, kur spedoj dhe video.
Mund ta tregoj? Patjetër. Jemi live, mi trego. Prandaj ke hyrë këtu në live me Odetën për të bërë këtë denoncim dhe për t'i treguar dhe faktet që ti ke. Të intën e kaluar, shkoj në shtëpinë time, nuk e di a duket ajo, mos Chelsea nuk më hapet dera. Po e shikoj. Dhe shtëpinë time e kanë sjellë në këtë lloj mënyre. Mund ta shikosh. Nuk janë gjërat e mia këto, janë gjërat atyve, të familjes lartë, të Xhajës. Shife. E qartë, e kuptoj. E kam bërë se stadium, urdhëro dhe video tjetër. Shikoj pak se ma kanë shpëtëzuar shtëpinë. Mi kanë thyrë dhe xhamat. Dhe sot kjo shtëpi shfrytëzohet nga ata. Shfrytëzohet nga ata, por na ime shfrytëzohet nga i personat e tjerë. Kjo është turp, kjo është marrëzi. Do të tregoj edhe një foto tjetër nga jashtë, se një sekondë lutem. E qartë, sa ti ta gjesh gati video. Unë jam kthyer. Unë di jam kthyer nga Shqipëria. Ju jeni kthyer dje nga Shqipëria. E shikon xhamin që është aty? Po. Kjo është shtëpia ime. E shikon si e kanë bërë? Kjo është shfrytëzim prone. Tu në Gjermani dënohet me ligj, nuk e di sa dënohet në Shqipëri. Po këtu në Gjermani që dënohet me ligj. Por pse e kanë bërë këtë gjë? Që edhe e kanë thyrë xhamat edhe kanë dënuar pronën. Sepse as vetë se di pse. Se ta dija do ta thoja. Me marr shtëpinë e Xhajës. Ndalemi pak e dashur Kamela dhe të flasim të dyja. Dua të bëj disa pyetje. Me hallën tënde ke folur, ajo si ka reaguar në këtë, sepse të dy vëllezër të ndjerë i ka patur, dhe sot është konflikti mes fëmijëve të Xhaxhait dhe me ju. Halla juaj, motra e babait. Hava ime e ka thënë dy llafe, shtëpia është e gocave të Ali Qirakut, të Kamelës dhe të Asenës. Nuk ka njëri punë tjetër aty. Halla ime ju ka bërë qartë atyve. Ç'është ka kaluar në gjykat? Akoma, po presim. Po, sepse ngjarja ka ndodhur para sa ditëve? Po, para diku 5 ditëve. Para 5 ditëve, dhe çështja padyshim, policia dosjen do ta dërgojë dhe patjetër që juve do nisni edhe luftën me drejtësinë. Padyshim, policia ju ka thënë këtë gjë, që gjërat do kalojnë. Unë besoj se do gjejmë drejtësi, se me të drejtë jemi. Por, e dashur Kamela, ato ditë që qëndrove në Tiranë, sa ditë qëndrove? Kam qëndruar gati 4 ditë. Në ato 4 ditë ti nuk mundet do të flisje fare mirë me nusën e Xhaxhait që ke konflikte, por me fëmijët. Unë nuk dua të lejmë në Shqipëri, nuk dua të rrihem të bëhem. Unë dhe një herë që e takova para disa muajsh në qershor, që isha me burrin tim, ishim për një kafe me gocën e Xhaxhit, dhe aty më ka kërcënuar, kam një qezim që më ka kërcënuar. Por çfarë të kërcënuar? Kam qenë tek varimi i Xhajës, edhe atje filluan të debatet gjërat, u deta për hatër të Xhajës, se ke varimi i Xhajës. Edhe atje filluan debatet gjërat, jo na ke ulur kokë, një kështu ashtu. Okej, në rregull, hajtë mbaroi ajo, isha në qershor me pushime. Dhe e ftova për një kafe dhe i thash të lutem, më jep librisat e ujit dhe të dritave, të shtëpisë time. Jo, s'ke punë, ti tha me librisat e ujit dhe dritave. Po si s'kam punë unë, kun jam zëria e shtëpisë. A ka ajo në një notarizim nga mami im që i ka lënë që të paguaj ujë dhe dritat? S'ka as notarizim asgjë. Ajo i paguan dritat dhe ujit dhe ka bërë faktike atë shtëpi që është e saj. Po, e ka bërë me ëndrat e saj dhe është shtëpia e saj. E dashur Kamela, me gjithë historisë sinqerisht më vjen shumë keq, por patjetër do të merrni një avokat, sepse një problem që unë has të gjithë kjo histori, pa parë dokumentat, vetëm me çfarë fola me ty, ti më the që certifikata e shtëpisë është në emrin e gjyshit, gjyshes dhe babit. Dhe nëse kjo certifikat ka 3 persona, 3 emra, që të 3 fatkeqësisht janë të ndjerë, duhet të dini se gjyshi dhe gjyshja
ajo pasuri ndahet mes fëmijëve të ti. Gjyshja ime kalon një certifikat të çelje trashëgimie para se të ketë vdekur. Pra, po mi sqaro dhe mi jep këto detaje, prandaj dua ti di të gjitha këto detaje. Kur ky babi im gjallë dhe gjyshja ime e çon në Terezin. Gjysha. Dhe gjysha kalon pjesën e vet dhe të burit të sajt ja kalon babi tim të ndjer, Haliç Raku. Ju e keni të faktuar këtë gjë. E ka me dokumenta çdo gjë. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme, sado ajo të bëj këto lloj konflikte, ta dhunoj pronën, ta mbaj peng pronën, ajo do ta mësoj nga gjykata se kush i takon ajo pronë, kush e ka atë pronë, dhe ajo do dënohet padyshim me gjithë veprime që ka bërë. Si ajo dhe fëmijët e saj. Unë shpresoj të dënohet. Besoj te drejtësia shqiptare. Nuk mund të lënë drejtësia shqiptare njerëzit të bëjnë këto lloj veprime dhe është e turpshme dhe mua më ndihm shumë merita, teksa po qante dhe po tregonte që ajo historikisht më ka bëzuar. Vërtet një mundi shumë të madhe në kokë, nuk e di ata tregove, 99% ka qenë vdekur. Dhe ajo është, si ta them, me një thes me ilaçe. Ajo jeton nga ato ilaçet. Dhe unë po ta sjell në Shqipëri, të jetoj kjo në Shqipëri, kjo s'ka jetë më. Kjo është jetë. Të shkuara dhe uroj që t'ja dali mami, ajo ka hequr shumë gjëra të vështira në jetën e saj. Më tregoi dhe për babain që ju ka ndruar jetë dhe ju... Babi ka ndruar jetë, babi ka qenë një njerëz shumë i mirë, shumë fisnik, punëtor, ku ka qenë i saktë, sepse pastaj rëndoi smundja e gjërat e tjera. Po unë i kam bërë ismet, mami, motra, unë kam shumë kujtime të bukura me babin, me gjyshen. Edhe një gjë dita dume, sepse ata pretendojnë që i kanë bërë ismet gjyshes të ndjerë. Mami ishte definituriku në Gjermani neve që tash do të thënë që i kena bërë ismet në Naxhirës të ndjerë. Ku ka vajtur halla ime, me i bërë ismet në nëz vet, edhe ka pastruar shtëpinë. A mund të them ishte bërë shtëpia si kazan plerash? Dhe minë të ngordhur ka gjetur aty? Ku ishte shërbimi këtu? Me minë të ngordhur? Apo me një pjatë gjellë që nuk i jepshin bukë? Edhe pensionin ja morën. Dhe nëna ime ku ka qenë e shtruar në spital që në Nën Tereza, me zemrën, nuk e di ka pasi problem, ka qenë shtruar, shkonte çuni xhajas tim me një letër dhe thoshte nëna hidh firmën këtu. Vetëm presioni bësh, një firmë nëna të mja për shpinë mua. Po nëna nuk e ka firmosur. Se nëna ka qenë krahun tonë. E kuptoj dhe është e dhimbshme që për një pronë të arrije të shkatërrohen familjet, se sido që t'jetë ju e një gjak me një tjetrin. Po mua nuk jam familja ta, Odeta. Në njeri që të shke në kallo, për mua nuk është njeri. Është kafshëri, më fal që po ta them, po kështu më duket. Po unë atyre ju kam thënë, e kanë shumë të qartë. Me mua mos të kenë kontakt as për gjallë as për vdekje. Le të kërcënojnë, le të vazhdojnë, ka drejtësi përpara Odeta. Patjetër, dhe duhet të besosh te drejtësia, Kamela, se duke ditur që keni certifikatën e pronësisë, çeljen e trashëgimisë që gjyqja pjesën e saj dhe të gjyshit të ndjerit ja ka kaluar babait tuaj të ndjer, automatikisht babai juaj ka lënë dy goca dhe ka gruan gjallë mbi gjitha meritën, jeni ju të treja që e gëzoni atë shtëpi dhe ajo zonjë me ata fëmijë që e kanë marrë atë shtëpi, e kanë bërthyer, do e kuptojnë që kanë bërë shumë gabim, kanë shkelur ligjin. Po. E dashur Kamela, unë jam e sigurt, ata jetojnë këtu në Tiranë, ata jetojnë në katin e 6. Ju keni shtëpi në katin e 4, mos gaboj. Në katin e 5. Në katin e 5. Ata janë si të taracës tima. Më fal, babi më ka dhënë dhe taracën edhe 3 milion lek. Ma tregoi nëna, pa ato 3 milion lek për çfarë ja dha? Edhe e bëri një kompromis me xhajen atëherë, si vlla me vlla, o vlla i tha mi, 3 milion lekë dhe unë s'kam punë tha motha me shpintate tha. Gabimi babit tim, që se ka marrë me notarizim, ku ja ka dhënë lekët. E qartë. S'ka punë me notarizim. Është gabim i vajtim, sepse shkoni shumë të dy me njëri tjetrën. Dhe nuk e mendonin që fëmijët Nuk do të rinim në këtë gjë. Dhe kjo është fatkeqësi dhe e kuptoj. E dashur Kamela, live me Odetën, live-et e mia ndiqen. Pasivisht, dhe unë jam e sigurt që ajo nusja Xhaxhait
djali Xhaxhait, vajza Xhaxhait do e ndjekin dhe do më telefonojnë, jam e sigurt për këtë gjë sepse flas nga eksperienca. Kërkon ditën e sotme ti përcjellësh një mesazh? Ndoshta s'ke mundur dot. Mesazhi im është të më lënë të qetë. Në shtëpinë time, në shtëpinë që mua ma ka dhënë babi im, të më lërë të qetë, që jam lindur rritur ka në shtëpi, të më lërë të qetë, ata të kenë jetën e tyre, unë të kem jetën tonë. Nuk dua kontakt më, as për gjallë, as për vdekje. Kjo është mesazhi im. Dhe çdo gjë unë jam drejtësisë. Sinqerisht më vjen shumë keq, sepse Kamela më tregoi dhe konfliktet e hershme që keni pasur me të njëjtën kunat, e cila jo vetëm të ka bulizuar, por edhe gocat e tua është sjell keq. Kamela më tregoi që kur i kanë në Gjermani ato ç'a nuk thanë për mua dhe kjo është e rëndë. Gjithmonë të bulizuar, pa i bërë asnjë gjë. Mund të pyesësh aty ku kam jetuar, gjithë ka pas respekt. Kam parë punën time, hallet e mia, shtëpinë time. Unë nuk e kuptoj. E kuptoj që Ku do të shkoj nuk e kuptoj. Ndërkohë kunata jote halla e gocave e ka treguar që ajo shtëpi i takon Meritës. Po patjetër. Pra, Kamila, Asena, vajza tjetër kanë shumë kontakt me hallën, shumë. E respektoj. Ajo është në krahun tuaj, por gjithsesi unë nuk dua të Edhe unë kam kontakt. Ajo është kunata jote. E dashur Merita, unë nuk dua të shqetësohesh, nuk dua të qash, të mërzitesh, të stresohesh, se mbi të gjitha je me mjekime dhe e rëndësishme është shëndeti jot. Është vërtet jam me mjekime, Odeta. Të shkuara dhe do t'ja dalësh. Mura në atë shtëpi, më beso. Në atë shtëpi unë jam sëmurur. Nuk di çfarë të them tepër, dhe të ngrihen të tjerë tani, të tonik, dil nga shtëpia, të vetëm unë një shtëpi tjetër, difiset, jam unë, jo, po s'ka. Është e dimshme, të besoj për këtë pjesë. Me vajzat që u rritën me i babat verë për 12 vjetë, shkulmi, që s'u gëzuar njerë. Por gjithsesi, vajza juaj Kamila më tregoi pak historikun e pronës dhe mos u trëm, nuk ta marrin dot pronën. Keni çdo dokument që e faktoni? Besojnë në ligji, besojnë në ju, Odeta, në emisionin juaj. Dhe faleminderit që më dëgjuat. Unë nuk di çfarë të them më tepër. Merita, dua që drejtësia të shkojnë në vend. Unë nëse qofse të ashtuja, unë pallatin e kam dëshmimtar. Banor. Sepse më kam parë. Më kam parë vuajtjen të mia, sëmundjet, vjerë të sëmur, me burë të sëmur, unë i shërbeja. Me fëmijë të vegjël. Është e dimshme, kjo shoqëria jon ka arritur në një pikë që për pasuri, për para, çfarë nuk i kanë humbur vlerat njerëzore, Odeta. I kanë humbur vlerat njerëzore. Unë kaq të them. Është shumë e vërtetë, has çdo ditë në rrugë, has në rrjetet sociale, has kudo, kanë humbur vlerat njerëzore në pjesën më të madhe të njerëzimit. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Por Merita, si mund të marrë një pa lejen e tjetër kujt, pa lejen e vajzave të mia, pa lejen time, pse i paguan dritat? E shfrytëzon, ri aty, prandaj paguan dritat. Se ne jemi aty. Ne nuk jemi aty. Kush të ka thënë ti paguash? Kur vi momenti paguajmë çfarë janë të gjitha. E qartë. Je vetë pronarja dhe di vetë kur i pagon dhe çfarë bën me shtëpinë tënde. Të kuptoj. Sepse ka qenë birë Odeta. Apo i gjen se ke parasysh tamam si shtëpi bosh tash edhe hajt po të përfitojmë. Për gjuna. E dashur Merita, unë jam e sigurt që kunata jote, fëmijët e kunatit do e ndjekin këtë live. Do dohet ju përcjelli një mesazh ditën e sotme duke ditur që ke shumë kohë që nuk flet me ata njerëz. Ja le drejtësisë, Odeta, me ata s'kam asnjë gjë. Nuk, me ata e lloj njerëzish nuk miresh dot vesh. Nuk miresh vesh. Është e pamundur. Ka që vështirë është të flasësh me këta njerëz? Është e pamundur. Jam të gatuar. Ashtu. Nuk di çfarë të them, Odeta. Dhe sinqerisht, Odeta. Po Kamela. Po Kamase mos të kërcënojnë dhe ty me zemër. Kamela.
Rije qetë zemër, se nuk mundot gjë mua. Nuk do të bëj problemet e ty. E dashur Merita, ne do vetemi të dyja së bashku në kontakt. Unë uroj që të kem reagime nga pala tjetër, uroj që ata të më telefonojnë, të dëgjoj dhe zërin e tyre, padyshim unë jam një gazetare që dua të dëgjoj dhe palën tjetër për të kuptuar të gjithë këtë ngjarje, por nëse ju çfarë tham janë të vërteta Odita. Ju nëse i faktoni, po, nëse ju i faktoni të gjitha me dokumenta, Kamila më tregoi pak më parë, ju është shtëpia juaj dhe nuk ja merr dot askush, por është gjykata ajo që do t'i japi të drejtën familjes tuaj dhe ata njerëz, nëse kanë bërë këto lloj veprimesh, padyshim duhet marrin dhe dënimin e duhur, sepse është e rëndë që djalit e gjajt, vajzat e gjajt ta këmerren me kushuriren e parë. Kjo është vajzat që në hotel, mos hynë në shtëpia e tyre, është kulmi. Është kulmi. Është e rëndë, sinqerisht nuk vjen keq. Mirë, Merita, të uroj të shkuara zemër. Faleminderit shumë, faleminderit që më dëgjuat. Kujdesu për shëndetin tënd se është më i rëndësishëm. Faleminderit, ju uroj shëndet edhe juve, fëmijëve tuaj edhe stafit, shëndet e gjithë të mirat. Të falenderoj nga zemra. Ju tani sapo keni nisur hapin e parë, keni bërë denoncimin në polici, ajo dosje do kaloj në prokurori, do t'ju therrasi prokuroria, do kaloj çështja në gjykat dhe patjetër që në fund do merret një vendim. Kështu që keni nisur këtë betejë, do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj që të zgjidhet sa më shpejt konflikti pronës dhe të merrni çelësat e shtëpisë, është katastrofë, të ikësh në emigrim. Për çështje sëmundjesh të kurohesh dhe fëmijët e kunatit të marrin çelësa dhe të glabërojnë shtëpinë, kjo është vëzhduar në kokë, po vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Fatkeqësisht. Është vërtet. Mirë, të përqafoj dhe mbetemi në kontakt. Edhe unë faleminderit shumë. Mirupafshim. Gjithë të mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Urojmë dhe shpresojmë që pala tjetër të reagojë, të më telefonojë, të dëgjojë dhe versionin e tyre dhe uroj që të gjendet një ndërmjetësim dhe ta kuptojnë që ajo shtëpi, nëse është me certifikat, dhe është lënë trashëgimi dhe nga gjyshja në emër të djalit të ndjer, atë shtëpi automatikisht e gëzojnë dy vajzat dhe bashortja e tij. Uroj që të gjendet ky ndërmjetësim, por çështja do kalojë në gjykatë dhe prandaj janë këto institucione ku njerëzit nuk gjejnë gjuhën e përbashkët, vendos gjykata. Kemi ardhur në fund, ju falenderoj që më ndoqët deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, deri takohemi nesër.